lëvizjen për të rimarrë sërish në dorë Partinë Demokratike. Ne nuk e kemi humbur zgjedhjet të nderuar Beti, ne na vjedhur zgjedhjet. Nuk e di është shkruar në statut që po të votën zgjedhjet nuk e jep dorëheqjen. Po i humbe, duhet ta japësh. Ne nuk e kemi humbur, ne na kanë vjedhur. Mendon që brenda Partisë Demokratike do të jenë në gjendje për të ringritur në një debat të fortë dhe të vërtet? Jo. Për të caktuar, për të marrë përsipër përgjegjësinë e humbjes dhe jo për t'ia faturuar atë vjedhjes? Ky ishte fundi i tranzicionit. Kishim shansin e ardhur për fundin e tranzicionit të dy partive shumë të mëdha që mund ta fragmentarizonin politikën derisa të vinte një leadership më europian, më perëndimor dhe më i qetë në verbin politik. Pa u futur tek krevati, pa u futur tek gruaja, tek brekët, tek gjitha, sepse retorika jonë është bastarde. Domethënë po të shikosh debatet në parlament nuk janë më debate parlamentare, janë debate sharlatanësh që shajnë dhe ofendojnë njëri tjetrin. Nuk flitet për një ide. Nuk di unë keni parë për ide. Në qoftë se brenda Partisë Demokratike mund të mungojnë këto zërat që të kërkojnë dorëheqjen e zotit Berisha. Zoti Berisha e shikon të aftë për ta marrë përsipër përgjegjësinë e humbjes? Partia Demokratike ka një fatkeqësi shumë të madhe, dhe fatkeqësia e Partisë Demokratike është që asnjëri atje nuk e projekton dot veten si lider pas Sali Berishës. Edhe nuk e di më është e nevojshme apo jo që ta japë ja e dha Sali Berisha dorëheqjen. Pyetja ime është a i zgjidh dorëheqja Sali Berishës? Të siguroj që ka shumë figura që mund ta projektojnë veten si lider, por çështja është asnjëri prej tyre nuk guxon të ngrihet përpara zotit Berisha, duke respektuar një lider historik dhe jetë gjatë në PD. Dëshira një arrivisti është ekzistente, se i kam parë dhe unë dëshirën aq të madhe dhe egon, ambicien e shpërfytyruar, të bazuar vetëm në emocione, jo në logjik. Ideja është, a e ke stofin e liderit ti? Se dhe unë duhet jem supermeni. Po nuk jam. Lideri e ardhshëm lind që në këtë moment. Pra lideri, po të kishe një lider që e projektonte, ose me të vërtetë e projektonte, tani do kishe dalë brenda Partisë Demokratike, ka dhe mandatin e deputetit, i thoshte Sali Berisha është e shkuara, ja mund tani